Unë mendoj që u mundu me shpjegu mjaftueshëm këtë pjesë, do të thonë, e para është nëse ka marrëveshje programore, jemi të folë gjithmonë marrëveshje programore. E dyta është ne nuk jemi ngarë për shkak se kanë mungu numrat për qeveri. Kanë mungu 80+1 për zgjedhjen e presidentit. Do të thonë, është dallim shumë i madh. Edhe qysh unë pesho, qysh është të shku trendi, ne duhet qysh si të kryen me shtatin më përgatit për zgjedhje prapë. Se kjo është, do të thonë, ka e shohëne, me gjithë një ramje që pritet në vetëvendosje, për afërsisht, do të thonë se toni kem po sondazhe, toni kem pa matje, do të thonë besoj edhe ju i keni pa kushtrem. Kështu që e di që do të ketë ramje. Çfarë thonë këto sondazhe, se unë kam parë shumë sondazhe. Nuk e di, po këto që isheni ju për det, se më shpesh isheni ju se na, por dihet fare mirë që një subjekt politik zare ka me bo qeverin vetën dhe një subjekt politik nuk vjen shprehje me zgjedh presidentin pa një marrëveshje të përgjithshme. Po. E kushte, po thotë Samiu, a ka kushte galon? Kushte programore. Programore, Tri shtyllat që i ka para po Aleanca për Armeninë e Kosovës. Energji, zhvillim, siguri. Do dua në mbyllje, natyrisht se po e shoh këtu si asnjëherë më parë AI përdoret. Inteligjenca artificiale po përdoret me fotografie, me shumë çka, me video, me gjithçka kësaj radhe. Në të mirën të keq, dorën